Ashtu si çdo disiplinë tjetër e vërtet, kuptimi real I koncentrimit nuk mund të shkruhet, duhet të perceptohet nga brendësia. Duhet të njihet për shkak se disiplina ka zhvilluar në brendësi të studentit kuptimin e nevojshëm për praktikimin e saj. Koncentrimi është një përqendrim I butë, I pakursyer dhe I pamundimshëm. Është I bazuar në realizimin e ligjit. Mund të interpretohet si qëndrueshmëri e qëllimit, dhe ashtu si një qeri që digjet në një natë të qetë, po ashtu është edhe realizimi që digjet pa u lëkundur në mes të koncentrimit. Koncentrimi është vazhdimësia e lëvizjes shpirtërore drejt njëshmërisë. Në komentet mbi Zoharin përshkruhet kështu: Studenti I mistereve shpirtërore sheh me një përsosje të fiksuar të vëmendjes mbi fytyrën e reales. Praktika e thjeshtë e koncentrimit është një disiplinë krejtësisht e padëmshme për aq kohë që interpretimi I gabuar parandalohet. Por ekziston një interval madhështor mirëkuptimi midis praktikës së vërtetë të koncentrimit dhe keqkuptimeve të njohura që kanë fituar pranim të gjerë. Asnjë disiplinë okulte nuk duhet të praktikohet pa përgatitje të përshtatshme. Në praktik, përgatitja është dyllojshe. Forma e parë ka të bëjë me gjendjen e përgjithshme të jetesës individuale. Është e kohë të përpiqesh të bësh ndonjë ushtrim okult në një mjedis kontradiktues dhe kaotik. Një nuk duhet të zhvillojë qëndrimin e largimit nga bota në një gjendje shpirtërore. Koncentrimi nuk është një oazë spiritualiteti në një shkretëtir kaosi. Shumë shpesh njerëzit thonë: meditimi I përditshëm më jep forcën për të vazhduar në një jetë që përndryshe do të ishte shumë e vështirë. Me një motivim të tillë, dështimi është I pashmangshëm. Koncentrimi nuk mund të jetë një incident në mes të incidenteve të kundërta. Ai duhet të jetë I lidhur ngushtë me të gjithë modelin e jetesës, ose përndryshe nuk do të ketë sukses dhe koha kushtuar përpjekjes do të shkojë dëm. Në jetën e njeriut, fuqia për të koncentruar, sipas kuptimit mistik të fjalës, është dëshmia e një qetësie në rritje të brendshme dhe e zgjerimit të fuqisë së shpirtit përmes jetës siç ajo çdo ditë jetohet. Prandaj, pjesa e parë e koncentrimit lidhet me modelin e përgjithshëm të shkallës së të kuptuarit të studentit. Pjesa e dytë e përgatitjes është ajo fazë që I paraprin menjëherë praktikës aktuale të disiplinës. Për një kohë të shkurtër, përpara se një periudhe kushtuar koncentrimit, mendja duhet të jetë në një gjendje qetësie dhe duhet të ketë një relaksim të plot fizik. Jo kjo domosdoshmërisht një përtatësi, por një mungesë të plot stresi. Të ulesh në mes të konfuzionit dhe të përpiqesh papritur dhe me forcë ta bllokosh atë me anë të një qëndrimi është e paarsyeshme dhe jo filozofike. Është për këtë arsye që mjeshtri së pari ul veten. Këto pak fjalë përcaktojnë një mister madhështor për ata që mund ta kuptojnë.